Muajit tetor, KFOR-in do ta gjejë me komandë të re. Drejtimin e misionit paqruajtës të NATO-s në Kosovë do ta merr sërish Ozgan Ulutash nga Turqia. Detyrën këtij do ja dorëzoj komandanti aktual i cili vjen nga Italia, Enrico Berduani. Këto zhvillime në misionin paqruajtës nuk pritet të sjellin ndryshime. Jeta Lojshaj nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thotë se KFOR do të luajë rol konsistent në ruajtjen e sigurisë. Edhe pse ndrohet komanda, mendoj që KFOR-i, siç e ka luajtur rolin vitet e kaluara, por edhe siç pritet në vitet e ardhshme, do të luajë një rol konsistent. Lojshaj theksoi se lufta në Ukrainë dhe ndikimi i Rusisë dhe Kinës në Ballkanin Perëndimor janë tregues se situata e sigurisë në Kosovë vazhdon të mbetet e brisht. Mendoj që gjuha konfliktuoze që shihet gjithmonë sidomos nga ana e Serbisë nuk i ndihmon situatës në rajon. Mendoj që lufta në Ukrainë tash gati 4 vite, veç e ka tensionuar dhe më shumë situatën.